Babai im pa dashje e futi tek unë në vend të mamit. Era e lehtë e prillit hynte nga dritarja e hapur e dhomës së gjumit, duke lëkundur perdet e lehta dhe duke sjellë me vete erën e parë të parezikshme të natës. Klodiani, 18 vjeç, po përpiqej të lexonte të njëjtën rresht në romanin për herën e tretë, kur dëgjoi zhurmën e çelsave në derën e hyrjes. Prindrit e tij kishin shkuar në një darkë për vjetorin martese dhe nuk pritej të ktheheshin para mesnatës. Heshtja e shtëpisë së zbrazët u thye nga titulli i çelsave që u ngatrua në brave, e ndjekur nga një pëshpëritje e pasigurt. Lena, thiri një zë i dobët, zëri babait të tij, Dritanit. Drita është e fikur? Klodiani vuri librin më njan dhe doli nga dhoma e tij. Në errësirën e korridorit mund të shihte figurën e babait të tij duke u mbështetur në mur, duke hezituar. Era e erës së ndenjes sillte me vete një nuancë të ftohtë alkooli. Baba, tha Klodiani duke ndezur dritën e korridorit. Dritani u trundit dhe u kthye. Sytë e tij në një ngjyrë kafeje të njëjtë si të birit, por të errësuar nga lodhja dhe ndikimi u hapën gjerë. Klodian, gërmoi ai, duke bërë një hap përpara dhe duke u përkulur pak. Ku është nëna jote? Ajo dhe ti keni shkuar në dark, baba, tha Klodiani butësisht duke ju afruar. A keni ardhur vetëm? Ku është mami? E kam lënë në sallë, tha Dritani, duke u përpjekur të fokusohet. Nuk ndjehesha mirë, ajo më tha të shkoja në shtëpi. Ai mbylli syt për një moment duke u përkulur. Koka më dhëm shumë. Klodiani e kuptoi menjëherë situatën. Babai i tij, i cili rrallë pi, duhet të kishte tepruar. Ai vuri krahun e tij rreth shpatullave të Dritanit. Eja baba, le të çojë në dhomë. Rrugën drejt dhomës së prindërve të tij, Dritani mbështetej pothuajse tërësisht te Klodiani. Era e tij e rëndë e përzierë me parfumin e nënës që ngjiste në jakën e tij, ishte e habitshme dhe e huaj për djalin. Kur arritën në dhomë, Dritani ul me vështirësi në çarçaf, duke nxjerrë një pëshërtim të thellë. Të bëj pak çaj? Pyeti Klodiani. Dritani nuk u përgjigj. Në vend të kësaj, ai shtriu dorën si për të kapur diçka në ajër. Lena, pëshpëriti përsëri, zëri plot padurim dhe një trishtim të pazakontë. Më fal për gjithçka. Klodiani ngriu. Ai nuk kishte dëgjuar kur babain e tij të fliste në atë mënyrë me një të cënuar të tillë. Baba, unë jam Klodiani, tha ai, duke ulur në anën e krevatit. Dritani hapi syt. Në dritën e zbetë ndenjes, syt e tij të hutuar dukeshin të paqartë. Ai ngriti dorën dhe me një butësi që Klodiani nuk e kishte përshkruar kur, preku faqen e djalit të tij. Ti, filloi ai, pastaj heshti. Vështrimi i tij dukej se kaloi nëpër Klodianin, duke kërkuar diçka tjetër, duke parë diçka tjetër. Ti je aq i ri, përshpëriti ai me një trishtim që shpërthen. Dhe ne të bëm të vjetër. Klodiani ndjeu një grush në stomak. Ai e kishte parë babain e tij si një kalat të patundur, një burr që zgjidhte problemet dhe mbante gjithçka nën kontroll. Ky burr i dobët, i hutuar dhe i lënduar ishte i huaj. Baba, tha ai përsëri, duke u përpjekur ta kthente atë në realitet, por Dritani nuk e dëgjoi. Në vend të kësaj, ai bëri diçka që e bëri Klodianin të ngrinte në këmbë. Ai e përqafoi, jo si babai i tij, por me një dëshpërim të egër, të pashpresë, që kishte diçka shumë të madhe se vetë alkooli. Koka e Dritanit u shtri në shpatullat e Klodit dhe Klodiani mund të ndjente trupin e tij që dritej. Mos u largo kur, përshpëriti Dritani, fjalët e tij të turbullta kundër qafës së Klodit. Më fal që nuk isha aty. Më fal për çdo gjë. Klodiani ngriu. Çfarë po ndodhte? Për çfarë po kërkonte e falje babait të tij? Edhe pse i drejtoi atij Klodit në këtë mënyrë. Ai u përpoq të tërhiqej, por përqafimi i Dritanit ishte i fortë. Baba, më lësho, tha ai, duke u përpjekur të mbajë zërin e qetë. Dritani e liroi menjëherë si të ishte djegur. Ai e pa Klodianin dhe këtë herë një pjesë e vëmendjes së tij u kthye. Klodian, tha ai duke u munduar të përqendrohej. Çfarë po ndodh? Ti ke pirë shumë, baba, tha Klodiani duke u çliruar. Më duhet të vish në shtrat. Procesi i veshjes së babait të tij ishte një nga përvojat më të çuditshme dhe më të dhunshme që Klodiani kishte kaluar ndonjëherë. Ai ishte si të kujdesej për një fëmijë të madh, një fëmijë i cili ndonjëherë përshpëriste emrin e nënës së tij dhe e shikonte Klodianin me një udhtim që shkaktonte dhimbjen e gjoks. Kur Dritani më në fund ra në gjumë, duke pësherëtir lehtë, Klodiani qëndroi në prag të dhomës duke e parë atë. Kush ishte ky burr? Çfarë fajesh dhe keqkuptimesh fshiheshin në shtresën e përditshmërisë së tyre familjare? Edhe pse ndjenja e përqafimit të babait të tij, dhe pse e gabuar, kishte lënë një ngrohtësi të çuditshme në shpirtin e tij. Më vonë, kur nëna u kthye dhe Klodiani tregoi atë çfarë kishte ndodhur, fytyra e saj u zbe. Ajo shkoi në dhomë duke parë burrin e saj të fjetur
dhe më pas u kthye te Klodiani. Ai ka pasur shumë stres në punë, tha ai, duke shmangur sytë e saj dhe kujtimet, disa kujtime të vjetra, ndonjëherë dalin kur pi. Cilat kujtime nën? Pyeti Klodiani. Ajo heshti për një moment i gjatë. Ditëlindja jote, Klodian, tha ajo më në fund me një zë të qetë. Kur linde, babai yt ishte në një projekt shumë të rëndë jashtë vendit. Ai nuk arriti të kthehej për 4 vjet. Ai kurrë nuk e fal veten për këtë. Klodiani kujtoi fotografitë e tij të ditëlindjes së parë. Nëna e tij e buzëqeshur, ai si një foshnjë vogël e mbështjell dhe një hapësirë zbrazat në anën e djathtë të fotos, një hapësirë që më vonë do të mbushej me një baba të gëzuar në fotot e mëvonshme. Ai kurrë nuk e kishte menduar atë hapësirë si diçka më shumë se një detaj. Atë natë Klodiani nuk mund të flinte. Ai ndjente përqafimin e babait të tij si një vule nxehtë në shpatull dhe fjalët "më fal që nuk isha aty" dukeshin të gdhendura në ajër rreth tij. Ditën tjetër dritani u zgjua me një dhimbje koke të madhe dhe një turp të dukshëm. Në tryezën e mëngjesit, ai nuk ngriti syt nga goda e kafes së tij. Klodiani, tha ai më në fund duke thithur thellë. Dje nuk ka rëndësi baba, tha Klodiani, por fjalët tingëllonin të zbrazta. Ka rëndësi, tha dritani duke ngritur syt. Sytë e tij tashmë të qarta ishin të mbushur me një ndjenjë që Klodiani nuk mund ta kuptonte plotësisht. Dhimbje, turp dhe çuditërisht një mirënjohje të thellë. Ti më kujtove se si të kujdesem për dikë, edhe pse isha një katrahur. Në atë moment diçka ndryshoi midis tyre. Muri i padukshëm i autoritetit dhe largësisë që kishte ekzistuar gjithmonë, një mur që Klodiani nuk e kishte kuptuar kurrë se ishte atje deri në atë moment, u bë holl. Ai pa babain e tij, jo si një figurë të përsosur, por si një njeri që mund të dështonte, që mund të hidhej poshtë, të mbante brenda keqardhje dhe dhimbje. Javët që pasuan, Klodiani buri re gjëra të vogla, mënyra se si babai i tij ndonjëherë shikonte atë më gjatë, si duke studiuar fytyrën e tij, mënyra se si ai filloi të pyeste më shumë për ditën e Klodit, duke dëgjuar me të vërtetë përgjigjet. Dhe një mbrëmje, ndërsa shikonim një film së bashku, dritani tha, pa parë nga Klodiani, ti je burr më i mirë se çfarë kam qenë unë në moshën tënde. Si mund ta dish, tha Klodiani, sepse unë të kam, tha dritani thjesht duke i hedhur një vështrim të shpejtë dhe një buzëqeshje të vogël të trishtuar. Klodiani kuptoi atëherë. Ai përqafimi i gabuar, ai momenti i hutuar kur babai i tij e kishte ngatruar me nënën nuk ishte thjesht një gabim i alkoolit, ishte një çarje në maskën, një çast kur të vërtetat e fshehura dhe dëshirat e pandërtuara dolën në sipërfaqe. Në atë çast dritani nuk ishte vetëm babai i tij, ai ishte një burr që kishte humbur diçka, që kërkonte falje nga e kaluara dhe që në hutimin e tij e kishte gjetur atë falje në të bijin e vet të rritur. Dhe Klodiani, ndërsa rrite dhe fillonte të kuptonte kompleksitetin e botës së të rriturve, do ta mbante atë përqafim si një dhuratë të çuditshme. Ishte momenti kur e pa babain e tij të vërtet për herë të parë, të lënduar, të papërsosur, njerëzor, dhe në atë papërsosmëri Klodiani gjeti një lloj të papërsosmërisë tjetër, mundësinë për të dashur jo një ideal, por një person, dhe mundësinë për të dashur vetë jo si një zëvendësues i dikujt tjetër, por si vetvetja e tij, e mbajtur nga një burr që në fund të fundit dëshironte vetëm të ishte aty.